Miq, erdhi e Marta, Okult Sport rikthehet me episodin e radhës. Më Kristi. Si vini përshëndetje. Si shkoj java? Mirë shkoj. Kemi dhe në mesjavë ndeshje, ditën e nesërme. Kemi 2 derbe. Po, është java e derbit. Do në nesër kemi në orën 19:30 në Albania Dinamo Tirana. Po. Dinamo Price. Po. Do flasim për Dinamo fillimisht. Po, dhe të dielën kemi Tirana Partizani, Tirana Price. Flasim për isha në Ballsh, po. Kishe në Ballsh. Për herë të parë. Ka gjithmonë një herë të parë. Po si ka mundësi për herë të parë në Ballsh pa ka shumë vitesh? Po, se di, S'kishte rënë rruga apo si isha bërë po, mbar? Po, qëlloj një herë këto. Si të duk Ballshi? Ballshi. Çfarë qyteti? Kishte njerëz. Do të thënë, po njerëz, po ka Shqipëria, po shpopullohet Shqipëria do të kryej. Si të pritën aty në Ballsh? Shumë mirë. Po ndeshja si shkoi? Ishte ndeshja Ballshi luajti më mirë besoj. Më pëlqeu shumë Ballshi. Dhe Dinamo duhet i heqi kapelen Teqas, portierit Teqas. Sepse ai shpëtoi, po e kem. Shpëtoi dhe është. Po çfarë nuk shon me këtë Dinamo? Është një kandidat potencial për kombëtarin e Shqipërisë. Po. Çfarë? Po lista e portierëve tani është lista e portierëve është shko. Dinamo. Si? Lista e portierëve. Strakosha sapo ka pritur penallti. Po, flas për formën e mirë. Strakosha është në top form. Është top form. E vërtet, po. Ishte Panathinaikos AEK. Po. I priti penalltin. Unë pash Polakut Zviderski. Po. Që ka lidhje me ekipin e Polonisë që do luajmë në play-off në muajin mars. Unë pash dhe të njëjtën. Pastaj është Dajsinani, Kastrati, kemi po mirë, dëgjoj, tash Simoni që është mirë vogël. Po, dëgjoj. Teqja ndoshta për kampionatin shqiptar mund të jetë mirë, po. Unë pash. Nuk besoj që është problemi te Porta. Porta është pikë fort. Porta po i shpëton. Porta po e shpëton. Po. Porta po e mban në lojë Dinamo. Unë po analizoja pak pjesën e ndeshjeve të fundit të Dinamos dhe më kanë bërë disa gjëra të çuditshme për shtypje. Domethënë 4 ndeshje pa fitore dhe 360 minuta vetëm një gol. Po, është sulmi, domethënë është i dobët, është sulmuesi kryesor Guindo. Çfarë bën ky Saliu? Ai ka dalë golshënues një sezon. Para 3-4 vitesh. Pa kudo që ka qenë ka bërë mirë domethënë. Ka bërë mirë edhe te Ballshi, te Laçi pati një mirë, te Laçi mos gaboj ka dalë në golshënues, shkëlqeu te Ballshi te Laçi. Tani te Dinamo ndoshta nuk po përshtatet. Nuk ishte se don. Po s'tok ndeti shumë, pak kohë. Edhe ke një ekip. Po 2 gole janë pak. Ndoshta të gjithë ishin mësuar me Mandelën, me Todon dhe tani ndoshta çka ka ky Guindo, mos është i dëmtuar apo çka ka? Jo, s'ka asgjë. Si është nuk po shënon sulmu ka sulmues që janë në një moment shterp që nuk gjen dot golin. Ai ka shmuar vetëm 2 gola në ndeshje çka luajtur. Po pikët po ikin. Po ikin, po unë shoh tjetër problem te Dinamo, ndoshta për mua është problem, për Daje nuk është problemi. Po. Është që mes fusha le pak për dëshiruar. Ka improvizuar Qardakun. Po. I cili nuk është një lojtar mes fushor qendre. Po. Ndërkohë ndeshjen e fundit luajti Ledio Beqa qendërmbrojtës. Po, që u mor me buj në ver. Po pra, u mor me buj nga jashtë dhe ai po luan qendërmbrojtës. Ndërkohë në mes fushti ke një Jonuzi. Po mirë, luajti qendërmbrojtës sepse ishte i dëmtuar, nuk luante Dita. Po mirë, po. Bruno Dita apo jo? Okej, tani po gjykojmë në zgjidhjet. E di që Dinamo ka 3 mbrojtësa të majtë? Po, Alin. Jo, Ali është i dëmtuar, po shkak të mbrojtësa të djathtë. Është Meksi i pari. Dinamo e nisi sezonin me Meksin titullar. Ai luajti edhe në kupat Europës, po. Një mbrojtës që e një kampionatin ka luajtur më përpara. Mbrojtës shumë i mirë. Mbrojtës i mirë. Por aktualisht ai e ka humbur vendin e titullarit. Po ngros stolin. Po. Ndërkohë ka një mbrojtës tjetër i cili është Ismaili. Po i Vorës. Po, që e mori nga Vora. Po. Shumë i mirë është, po. Po pra, mbrojtës i djathtë ai. Po. Edhe ky dhe Maliqi që po luan aktualisht. Po. Tani një nga këta mbrojtësat e djathtë, ky është Ismaili, po. Në fund. Mbrojtësi i djathtë që është edhe pjesë e shpresave, është një lojtar me potencial, me perspektivë. Nuk e bën dot, po them, një nga këta mbrojtësat qendrën. Po patjetër. Duhet të kthehet Ledio Beqa qendërmbrojtës. Por tani çfarë ndodhore se po shkoj edhe këtë Spalletti që vën Kopanjer si mbrojtës të majtë.
E kështë improvizuar, po çështje emergjence. Shkove ke Juve të Po pra se më bën përshtypje këtë të futesh me sfushorin qendërmbrojtës. Është pak, okay, nëse është Aleksi, po ai ka bërë të qendërmbrojtësin. Por Ledia Beqa është një lojtar organizator më shumë që hap topat, kthen topat. Ndërkohë ti ke Jonuzin, një mesfushor. Jonuzi çfarë bën Jonuzi? Jonuzi duan t'i japin dorë Jonuzit. Jonuzi ka ashtu mbajtur fotot të stolin, ka kjo është besoj një foto nga faza përgatitore, se atëherë kemi parë për të fundin të luaj. Ka marrë kështu. Më pëlqen këto fotot që ka qenë një këto fotot që po vë drejtori, më pëlqen zgjedhja jote. Më pëlqen sepse më pëlqen kjo bluza blu me viza. Jo, blu don, jo ajo e City don që është ajo bluza e Bocelli. Bocelli. Po thoja te Jonuzi ka qenë një nga lojtarët i cili ka shnuar dhe një gol kundra Dinamo, kur ka qenë pjesë e Tiranës. Po. Në të fitoren 3-2. Normal të fitoren me përmbysje tani, nuk ka shumë. Mua më ka pëlqyer shumë Jonuzi edhe te Vllaznia edhe te Tirana. Nuk e di këtu. Ndoshta Daja është fiksuar me Jonuzin, nuk e do dhe po unë dëgjova para pak kohësh një intervistë drejtorit akademisë Pinari dhe nën rreshta kuptova që në merkaton e janarit Jonuzi do të jetë në një destinacion tjetër, do të jetë i huazuar, do të jetë. Nuk e di, Daja ka bërë një lëmsh që ndoshta nuk po gjen atë formulën e dur të pozicionimit lojtarëve, për shembull, ka ndeshje ka luajtur Nani mbrojtësi djathtë. Po. E ke vënë? Po. Ka luajtur Nani, që është një lojtar sulmues. Një luan me sfushor, një luan sulmues, një luan mbrojtës. Di çfarë më kujton Daja? Tani më kujton Edi Rea që futi dhe Roshin mbrojtës të djathtë në Francë. Po mira, ishte shkak të skemës që Rea nuk e ndryshonte asnjëherë. Ç'është skeme? 3-5-2-shin dhe po mirë. Lojtar krau ishte Roshi i cili jo, më falë, futi Rosin mbrojtës të majt. Mbrojtës të majtas. Majt pra po. Nga mes fushori djathtë mbrojtës i majt. Ishte pak e tepruar. Edhe Franca për 8 minuta 2 gole vetëm nga krau. Fazën mbrojtës e Roshi ishte pak të dobët, me thënë, sepse ishte lojtar shpejtësie. Si duket Daja nga që është shumë i përgatitur, dhe kërkon është shumë përkus nga lojtarët. Tani informacioni ka qenë Bregu, Guindo, Nani përpara, Vila, Çardaku dhe Gudjabi mes fush, dhe në mbrojtje Loran, Teksiera, Beqa, Maliqi dhe Teqa në Porto. Po. Kujtoj këtu dëmtimet e Bruno Ditës dhe Qefalia. Edhe Qefalia është mes fushor, i cili është dëmtuar. Edhe Bernard Berisha i dëmtuar. Po, dhe Bernard Berisha. Normalisht alternativat janë. Por thjesht mua nuk më pëlqen kjo amullia që Daja bën brenda ekipit, nuk e di, një ndeshje luan ky mbrojtës i djathtë, një pasaj triqet ky në qendër, mes fushor shohim një qendër sulmues, mes fushor qendër flet. Po. Nuk e di, eksperiment ndoshta, nuk e di si mund ta quash. Eksperiment, po pikët po ikin. Pikërisht, pra kjo është ajo, sepse nëse kjo shkonte dhe pozitive, atë merrje pikët, atëherë thoj që Daja dhe un po ta justifikon këto lëvizje. Un po ta them edhe një herë që vërtet Dinamo padi një rast me Farukun, kur fut Faruku po bën mirë sa herë që futet, domethënë është një opsion shumë i mirë për Daja. Pikërisht, pra shkoj Kuran Berisha, Faruku, Guindo, Bernard Berisha, Nani, Lorenzo Vilo, Devi Bregu, ofensiva e Dinamos besoj është me pasur se e çdo ekipi tjetër. Fix. Dhe në fund pati një rast që për mua po të bëja ajo do ishte një hold up, them unë, sepse realisht Byli si më ka pëlqyer shumë. Edhe realisht domethënë unë mendoj që Dinamo mori një pikë në ballë, domethënë. Nuk la 2 pikë. Shko, nesër përballë do ketë Tiranën, nesër do ketë Tiranën që cila është e uritur për pikë. Nuk është e uritur, Tirana e ka jetë këto 2 ndeshje. Tirana e ka jetë vdekje. Tirana do ta kërkojë shpëtimin nga këto 2 derbe. Po ta hapësh atë. Nëse Tirana i humb këto 2 derbe, Tirana si thua parafirmos rënien. Po pikët në lojë janë, nuk si janë lojë. Janë 75 pikë mos gaboj në lojë. Jo, me këtë logjikën tënde domethënë Tirana mund dalë dhe kampion, e kupton po. Pse jo? Me formulën që ne kemi mund të dalë patjetër. Po, si ka Final Four? Po. Aty pastaj ke 2 ndeshje në momentin që ato i fiton. Dgjoj. Në këtë riformatim të formulës të gabuar,
për gjysmë i pikëve është më mirë se ç'ishte një ndeshje teke. Po, dakor. Pra ti po shkopute. Dëgjoj, ti po shkopute 10 pikë vendi parë. Do jesh 5 pikë diferencë. 5 pikë diferencë, po ke 3 ndeshje, kështu që kjo e favorizon, i jep një farë meritokracie kampionatit. Kurse ajo tjetër ishte një ndeshje teke. Me eliminim kupe, që ishte si tip kupe, që nuk ishte drejt. Por dhe Tirana nga ana tjetër ka një mal me probleme mbi shtëpinë. Më pëlqeu, dëgjoj. Nuk e pash ndeshjen sepse ishin në të njëjtën orë, në orën 13:30, ndërkohë që isha mballsh po luaj në Selman Stërmasi, Tirana me Ignatin. Po e pash të 90 minutat në darkë të shtunën, më pëlqeu shumë Tirana. Pëlqeu, ndoshta dha një sinjal, po. Një sinjal që mund të nuk do të po nga që di pse dha këtë sinjalin ndoshta. Mendoj unë tani. Nga që uli liderin e saj, kapitenin Dembele, ka ulur në stol. Dembele, ja? Dembele. I cili dhe drejtori nuk është Dembele i Parisit, ha? Është kushuri, po të gjithë kushuria janë ato se Kuzino. Janë Kuzino. Kuza. Ja Dembele është ulur në stol. Ka qenë lojtari, unë ndoshta nuk e di kemi kohë, po një ditë do ta bëj një video të bukur me gafat që ka bërë Dembele nga gjysma e sezonit të kaluar dhe deri në këtë sezon. Dembele ka shkaktuar penallti, ka autogol, karton të kuq, po në mas. I cili është lojtari, ndoshta nuk e ka ecur, se ka ecur fati, është lojtari që ka penalizuar më shumë Tiranën. Dhe dy ndeshjet e fundit ka qenë në stol. Mua më dhem shumë Tirana, si një po kanë marrë masa vini, kanë hequr këtë pacacia. Këtë Gjergjanin. Po, është larguar ai. Ky më pëlqente Ikuaj, po ishte lojtar teknik, nuk e di, nuk ja gjetë ndonjëherë vendin, pati performanca të dobta, nuk e di. Ka pasur një problem tjetër ekstra, jashtë loje apo? Tipo problem ekonomik. Po se di. Ti e the. Po unë e them. Ka pasur problem ekonomik ndoshta. Po. Ka ikur se nuk i njeriu ashtu, një profesionist. Po, normalisht respekton kontratën, por të shohim sepse këto çështje zgjidhen tashmë në FIFA, besoj që po ky largim nuk e ndihmon ta zgjidh. Nuk e largon, pra se ishte një lojtar që për mua kishte deri diku cilësi, ishte lojtar teknik. Mua më ka pëlqyer shumë. Nuk dha. Mua më ka pëlqyer shumë me Partizanin, më ka pëlqyer edhe pjesën e dytë me Dinamon, këtë derbi i parë. Po të shohësh, derbin e parë ky na ka dhënë përshtypjen e një lojtari të shkëlqyer, i cili do bënte diferencën. Nuk e di çfarë nuk shkoi mbrapa, ndoshta ndryshimi i trajnerëve. E di çfarë nuk shkon. Nga Bordin te Nuhiu. E di çfarë nuk shkon aty. Ore Tirana si mungon shpirti, i mungon grinta. Ato nuk kanë kohë njerë ke arbitri, më të shkojnë ta kapin për fyti arbitrin. Si të dorëzuar. Si të dorëzuar, më. Ore, me grinder, kush është shpirti? Shpirti i Tiranës është modeli, Agustin Kola. Po dhe i biti në mercenar të gjithës. Pa tjetër, po mercenar më janë. Mercenar. Pase qa donë të ky Dembele kapiten? Qa donë të Dembele kapiten? Ludëm tani. E vetëmja që ore, pesha Tiranës është fanela Tiranës është fanelë 26 herë kampion e Shqipërisë. Dhe mua më dhën Tirana dha si njeri që jam rritur dhe lindur këtu në këtë qytet, më dhën ta shikoj ashtu. E kupton, vjet me zi shpëtoj me brek në përkom me një autogol të Pogradecit si vjet. Po s'duhet dorëzohet më. Duhet zgjedhur një zgjidhje. Ky Nuhiu vetëm knaqet, ky loja thot mua më pëlqeu, realisht më pëlqeu. E provoj një herë me dëgjoj, të kesh shumë shanse me Egnatian është pozitive. Mirë, po duhet s'ka. Po. Do të marr pikët, janë emergjente pikët. Si e parashikon nesër Kristi? Unë kam pak të Nuhiu, i kam ndjekur ndeshjet e Tiranës, kam qenë në stadiumi pranishëm. Si ka dalë medaljen ky? Medaljen jo, nuk e kemi atë medaljen, po do të them pjesa teknike e Nuhiut. Ai nisi me një 4-3-3, me 3 sulmues për para, ku luante Falaje, Tabeku dhe Pacacia që ishin në 3. Ai Tabeku më pëlqen. Po, është lojtar cilës. Do të thënë nisi me 3 për para. Edhe me Mensan ka luajtur në qendër të sulmit, i cili për mendimin tim ndryshimi që bëri duke hequr Falajen apo këtë Tabekun duke spësuar në krah, duke marrë Mensan në qendër ishte një gabim, ishte një autogol. Mensaja ka qenë një formë, nuk mbahet mend kur ka shënuar për të fundit, ishte rezervë vllaznis. Tani ta marrësh ta fuzësh formacion në një situatë kritike ku ty të duhen pikët, ishte një gabim, po e kuptoj shumë shpejt dhe ka ulur në stol dhe Mensan. Habitem si e marrin ato Mensan ekipet tonë. Pastaj e pa që nuk funksionoi skema me 3 përpara, sepse mbete shumë zbuluar pjesa e defensivës mbrapa mbrojtjes, dhe tani ka kaluar me një sistem tjetër.
ku jam vetëm 2 sulmues përpara, dhe ndërkohë krahët jam me 3-5-2 ose më saktë 3, 4, 1-2. 1-2, po. Po. Ky është sistemi domethënë. Të duket i mirë? Në krah ka, po është pimi të paktën dhan sa shenja jete me Ignatian, pavarësisht se shënjesa nuk ishte e saktë në fund për ta çuar topin e rit, po dhan shenja jete. Luajti Axhiu, luajti ky mbrojtës i Vera, kanë cilësi unë i pash, janë analizova pak lojtarët e Tiranës. Kanë luajtur në nivel. Nuk është se janë lojtarë mediokër që vinë nga ekipe të panjohura, po kanë luajtur në mos Belgjik 2, në Brazil. Janë, po ti është të bëj dikush bashkë të gjithë. Ti bëj të gjej atë Chelsea e dur formulën magjike si themi. Po. 13 javë vitën. Si e parashikon Dinamo Tirana? Po është pak e vështirë parashikuar. Ti godet të derbet. Derbet. Dinamo Partizani e godit atëherë. Po, tash do fitoj Dinamo, doli 2-0. 2-0, po. Po nuk e di, është pak e vështirë për tu parashikuar, sepse është ndeshje delikate, mendoj. Dinamo nuk ka qenë në moment të mirë, ndërkohë Tirana është mos më keq. Nuk e di, mund të fitoj kushdo. I ka të treja rezultatet? I ka të treja, po kujtojnë ndeshjen e fundit, Dinamoja nuk është të dha një shfaqje të mirë me plas të sezonit të kaluar, ndeshjen e fundit. Po. Ku i dha një asist kështu në pjatë. Toleroj që Tirana është në kategoria. Kjo do me thënë është njohur tani, është bërë praktik të ne, që ekipet ja fusin gjumi, sepse edhe i feedbacku që mori Dinamo ishte fix karma, u eliminua që ndeshjen e parë, sepse po të kishte marrë pikët që i duheshin në fund, nuk do rendita e treta, po do rendita e dyta. Dhe në ndeshjen me Vllaznin duhej vetëm barazimi. Ndërkohë Dinamo e fiti mendjen që do ishte e treta, toleroi dhe si mendon, s'mund të kishte ndikuar vjet? Mirë bëri që toleroj. Tash mirë bëri. Dakor, më nëse është mendimi im. Mirë bëri. 26 herë kampion e Shqipërisë Tirana. Po ta nisim futbollin kështu me Jo, ne s'po nisim kështu futbollin. Kështu që ti je i bindur që se s'ka në ekipe më të mëdha nga kategoria. Patjetër. Po nuk ndryshonte gjë se Byli si fitojnë Korç edhe. Edhe. Okej, po. Jam i bindur që dhe Milani dhe Interi do ta bënin për njëri tjetrin këtë që bëri Dinamo me Tiranën. Po ti kur e kanë bërë ekipet e tjera kanë shpëtuar këto, po them provinca deri diku që janë klube pa traditë. Për Tiranën kjo ishte diçka që e meritonte. Po këtë vit do t'i bëj, po them Dermanu ndonjë nga këto ekipet apo këtë vit duket. Nëse e vetmja gjë pozitive te Tirana është aktivizimi 2 lojtarëve datlinja 2007. Po. Sergio Vogli dhe Emiliano Miana. Po. Janë 2 lojtarë datlinja 2007, 17 vjeç. Ky është Vogli, po. Një lojtar sfushor i cili ka shumë potencial dhe kjo është ajo që Tirana të paktën nuk po marrim rezultatet e Mihana, nuk po marrim rezultatet, po të paktën po aktivizojmë ta 2 të rinjt e akademisë, që nesër pas nesër të paktën do jenë dy xhevair të cilët mund të mbushin arkën e klubit. Arka e klubit e cila nuk është në gjendje optimale, ka pasur, po Tirana ka gjithmonë ka vuajtur këtë mungesën, këtë problemin e borxheve të prapambetura, të gjyqeve që shtohen. Ka rrjedhje kjo arka, ka vrima? Po ka pra se, kur janë detyrimet e mbartura, edhe një sezon të mirë po të bësh, prap do jesh minus. Dhe aty duhet jo se ka munguar lekët më. Lekët vazhdojnë aty, jepen, po. Puna është që kur ke detyrime mbrapa nuk punon një qetë. Vogli dhe Miana janë 2 lojtarë, Vogli ka luajtur më shumë, është aktivizuar më shumë këtë sezon, por që janë 2 lojtarë të cilët, nëse themi që do spikatin 2 lojtarë, për mendimin tim unë them më mirë Vogli, më mirë aktivizojmë Vogli, e bën dhe me Ermal Metën dhe ai po konsolidohet, po afirmohet si lojtar. Plus që kanë atë shpirtin e Tiranës, domethënë peshën e familjes e njohin. Dgjoj, diçka kujtove ti mua me këto trit. Po. Më kujtove që 2 rregulla duhet urgjentisht Federata Shqiptare e Futbollit. Ta anulloj këtë të huaj palimit. Të drejtor, shënoj këto që ti atë shkruajmë dukës direkt mbas podcastit. Një, rregullin të huaj palimit ta heqi, dhe dyta,
e dyta me detyrim një lojtar në formacion. Ai thua se sapo e vendosi. Po shkatron kjo. Shkatron. Po pse? Pse nuk e shikon kështu ti që është pranimi? Po. I faktit që ti ke një kampionat që nuk ka cilësi. Po pse më po na vin tuaj, po çat tuaj po na vin këtu? Po pra, është tjetër diskutim ai. Po them, pranimin e faktit që ti nuk ke cilësi dhe atëherë duhet ta hapur tregu, duhen të hapet tregu dhe ai nuk po thot me detyrim merr tuaj. Ti mund të zgjedhësh, tregu është i madh. Pastaj është problemi jonë që ti zgjedh tuaj të mbaruar. Po pra, po këto presidentët tanë duan nuk janë me ngut, duan patjetër edhe prandaj marrin tuaj. Të punojmë me 3 vjeçar. Të nxjerrim ja si këto, siç kanë nxjerr Voglin edhe Mihanën Tirana. Si isha patur Partizani. Po Partizani, pse po fut? To janë 2 ekipe që kanë mbetur. Nuk e di pastaj ndoshta është ndonjë ekip tjetër do një byllis që fut ndonjë kështu të rim, po të shohësh Ignatia nuk ka futur ndonjë akademia. Ignatia e merr lojtarin gati, është politik. E blem gati, siç ka bler kohët e fundit. Dinamo ka. Ujka, Dajsinani, gjithë merr. Ai ka marr gati, ka paguar për kartonin, ka marr. Vllaznia, është një ekip që deri diku edhe ka kështu, them, nxjerrë një lojtar nga akademia vitet e fundit. I ka dhënë mundësinë. Po. Kryemi për shembull një akademisë. Domethënë ka lojtarë aty që janë çarkulluar, Delaj, Dodaj që është shitur. Pastaj ka dhe ekipe që tash nuk e duan gati dhe nuk presin dot sepse ekipe si Tirana Partizani, shkotari, kjo është përmbytur. Tirana Partizani më përpara kanë pasur edhe titullin kampion, edhe financat, edhe lojtarët me eksperiencë me peshë, por edhe fusin edhe një të rinj, kështu që shkëlqente. Po, e promovonin. Kjo u reduktua, u bë vetëm lojtar të mirë dhe të rinjt deri diku. Po objektivat qëndruan. Tashmë me të rinjt nuk mund dalësh kampioni. Nëse një ekip tani tim e merr fut vetëm të rinj, ti rrezikon për nga kategoria dhe kjo dihet. Kjo po ndodh tani te Tirana Partizani. Po Partizani Tirana. Sa është edhe me Brez, është edhe me Brez. Po Tirana Partizani si e shikon. Po kemi edhe derbi në fund të diel. Po. Janë 2 derbe. Ajo është pak empret ky Kërnaja ka ecën mirë shumë. Më ka surprizuar me të drejtën. Kjo është ndeshje nga derbi i parë. Po. Tabeku që është falaje. Këtu ku mori veten Tirana, nëse më mban mend. Jo ku mori veten, Tirana këtu ne na gënjeu të gjithë. Po. Na hodhi një i syve si të themi. Po, i vurin gjumë dhe tifozët. Ja 3-0, kemi super ekip për këtë zonë. Nuk e di çfarë ndodhi mbrapa që ata morin një pikjat kështu. Madje e kujtoi dhe presidentin Halili që zbriti aty te dhomët e zhveshjes mbas saj fitore të derbit që tha 3-0 pas. 3-0, po, që tha. Dhe dukesh diferencat, nuk e di, ajo ndeshje ka qenë perfekte për Tiranën. Po. Nuk e di pastaj nuk pati vazhdimsi, na gënjeu të gjithëve. Ne u shqetësuam për Partizanin mbas asaj ndeshje. Po, Partizani po ecën shumë mirë me Oltion Kërnajen. Shumë mirë. Shumë mirë. Avash tani pak shumë mirë se nuk ka marr 6 fitore. Një fitore ka marr me Teutën me përmbysje që ishte si pika e ka marr 2 fitore në Vlorë, po. Por ndërkohë ka barazuar. Rëndësi ka që nuk ka humbur, këtë do të thuash. Ka frenuar Elbasanin në Elbasan. Frenoi Ignatian, frenoi Vllaznin. Pra nga ekipet e Kreut, nga 5 vendet e para e ka mundur vetëm Dinamo. Ti po e normalizon kështu si kur Partizani është Ballçi dhe tani ka marr pikë saj, thuaj ka marr pikë saj. Partizani ka detyrim Allvini të fitojë me ato. Ka detyrim, po ka tani aktualisht ka 7 të dëmtuar, kishte 12 të dëmtuar. Po ekipet e tjera kanë dhe Dinamo kishte 5 të dëmtuar. Po mirë. Të gjithë ekipet kanë dëmtuar. Vllaznia pafund të dëmtuar. Po. Të ralla ekipet, vetëm Elbasani me Teutën diun që nuk kanë shumë dëmtime. Bismarku i Vllaznisë dhe Kallaku i Vllaznisë e mbyllën për 2025-ën. Po. Tani 2 pyetje do të bëj unë. Po. Shpëton Tirana? Në kategoria po. Në futboll asgjë nuk është e pamundur, po jo, shpëton apo jo këtë vit? Po jo. Po. Po pse kështu pyetët po jo? Po ma dha do të bëj një pyetje. Ta dha. Shpëton. Apo jo? Tirana. Po. Jo. Ti s'po bie nga kategoria? Po. Partizani futet në Final Four? Jo. Jo, as Partizani. Jo. Kush mbetet jashtë? Kush ka më shumë shans të mbetet jashtë Final Fourit? Elbasani apo Teuta?
Sepse Dinamon e ketë sigurt, Po mirë, kjo është pyetja që bëj unë. Mund ta kem unë gabim. Kush mbetet jashtë? Po. Përballen nesër Elbasanit e Uta në Durrës apo jo? Në Durrës. Këtë do ta them pas javës së 18. Bazndeshjes nesër. Jo, pas javës. E duam bazndeshjes nesër. Okej. Do shohësh të ndeshjen nesër? Dgjoj. Është një gjë është e sigurt që janë është ndarë simetrike ajo tabela, 5 vendet e para do luftojnë për 4. Kështu që mendon që do me këtë fitoren e Partizanit të mundshme në derbi mund të shoh lart, ndoshta Partizani. Po, sepse aty nuk është se janë shumë pikë. Ti the jo, po tani unë duhet të kundërshtoj këtu se shanset janë, Po mirë, shanset patjetër. Normalisht ka ndryshuar diçka aty, ndoshta kur të rikthehen këta lojtarë të dëmtuar. Dgjoj, që ti themi që Po ka ky Izgan Darlik. Unë prisja më shumë nga ky. Zhgënjim total. Ë? Zhgënjim total. Ky lojtar që e di çam po pëlqen. Me gata bëri diferencën luajti në Turqi. E di çam po pëlqen mua ky Olton Pernaja. Ky po s'po pyet këtë ulin stol këtë mbaj. Ky shikon stërvitjen, shikon nuk ka emra ky. Pëlqen. Dgjoj. Këtë që thash unë, që t'jemi fair me ndjekësit tanë, unë flas çfarë kam parë këto 13 javë, këto ishin parashikime që thash. Çfarë kam parë këto 13 javë, se vërtet Kërnaja tha që këto janë 3 javë 9 pikë duhet të marri. Dhe guximshme ishte ajo deklarata. Dakor, po nesër luan me Bylisin në te arena e Demave, që unë mendoj që do fitoj. Po. Jam i sigurt që do fitoj. Pastaj të dielën ai derbi për mua i ka të treja rezultatet. Dhe pastaj pret flamurtarin, edhe flamurtari është në mungesë të pikëve. Do me thënë, asgjë nuk ka të pamundur në futboll, po është një garë me shumë pengesa të, domethënë, e shikoj Pelg me Pelg me. E shikoj Pelg me Lutz edhe me pengesa vrapime, dhe për Tiranën dhe për Partizanin. Unë për Partizanin është ndryshe, nuk përpos dashamirësi që ke ti për trajnerin e ri Kërnaja. Jo, s'kam dashamirësi, është realitet. Ke një simpati, po thema. Po. Unë nuk e kam atë simpati. Po. Jo se kam diçka me atë personale, por thjesht mendoj që Partizanit po i duhet një dorë e fortë e ekur që të di të menaxhojë situata, sepse është në ujëra shumë të turbullta. Duhet një dorë e fortë që ka eksperiencë. Në fakt to dorat e forta në thojza na e kanë dritur në futbollin shqiptar. To dorat e forta. Po mirë. Tani shpëtim durona i mori ajo Kavaja. Po ecën ai. Po Josën e mori Ballti, domethënë këta trajner kemi tani. Dajën e kishte Partizani se mbajti, e hoqi. E kishte Ilir Dajën, trajner. Po. Nuk e mbajti. Gabim bëri. Po pra. Po. Se Tirana ka pasur shkoi në Kosovë dhe bëri histori. Po këto pra janë gjej pas trajnerin. Partizani ka tentuar me Zekic, me Veselinovic, Milinkovic, ka marrë 3 trajner të huaj dhe i fundit që ka dalë kampion është Kolela. Po pse se ka marrë shpëtim durën Partizani? Po nuk në ndjenin time nuk i ka dyert të hapura, nuk e di. Ashtu? Po, s'kan. Janë mbyllur? Po që ai është po thuaj se ka qenë 3-4 herë te Partizani dhe po. Tash nuk besoj që mund të ketë një rikthim në të ardhmen. Flamurtari, pse me trajner të huaj? Ka kënd janë me zanë. Më bëri përshtypje kjo e trajnerëve që po përmend ti, trajnerët e huaj, trajner shqiptar. Po. Kemi një përmirësim nga sezoni i kaluar. Sepse nëse vit kishim 50% të klubeve me trajnerë të huaj, po. Këtë vit kemi vetëm Ivan Gozenovic dhe Francesco Moriro, 2 trajnerë të huaj. Po. Gjithë të tjerët janë shqiptar. Shumë mirë. Është diçka pozitive apo? Po. Nëse kemi po them të huaj lojtar me shumicë, me lopat, sepse unë nuk i ndaj trajnerët në trajner të huaj dhe shqiptar, por po ne kemi pasur gjithmonë të inferioritetin ky trajneri huaj dhe do të bëj shkencë këtu. Po trajneri huaj me atë dorë të fortë që the ti, po ka. Ne nuk kemi buxhete për t'i marrë. Po, ka ekipe që mund të kenë. Po ja.
Shumë ka qenë një austriak, Peter Pakulti, Dorei, kur ai tek Kuksi. Mbaj mend që ka qenë me shumë autoritet. Po, ç'a bëri? Po, erdhi, ishte Kuksi për kampionin? Po. Luftonte për kampion. Fati keq ishte Skënderbeu në kulmin e vet. Kështu që po të duash një gjenda trajneri me dorë të fortë. Kërnaja është një lloj eksperimenti, ndoshta ai del mirë, po nuk e mendoj Kërnajën për vazhdimësinë e Partizanit. Kërnaja ka futur. Ai mund të jetë një trajner momental që atë emergjencën mund ta zgjidh për momentin deri diku, por nuk mund të jap vazhdimësi. Ka një frym të mirë me stafin e tij, me ndihmësit, edhe ka futur një frym në ekip. Fryma është e rëndësishme. Shumë mirë, po thash nuk e shoh për vazhdimësinë. Atë shikojmë javë pas jave. Do ta kemi të besoj këtu. Besoj. Në vazhdim. Po. Mund ta bëjmë debatin për bazë sepse po ta vëmë me shpatlla pas muri. Po mbas derbit është. Parashikim Partizani Tirana? Fiton prap Tirana. Po rrezikoj. Okej. Mirë. Nuk e di kemi gjë tjetër, këto pistën flamurtari dhe bregu unë isha në Vlorë këtë fundjavë pa ndeshjen me Vorën. Më bëri përshtypje që numri tifozëve nuk e di tani i rritur, se ne jemi gjithmonë fundjavë në stadiume, nuk e di në Ballë s'kishte tifozë, aty s'kishte njerëz, te jo tifozë. Në Vlorë ishte ndryshe. Por në Ballë që s'kishte njerëz, kishte tifozë. S'ishte keq. Ndërkohë në Vlorë më bëri përshtypje në stadiumin Flamurtarit ishte pothuajse 75% kapaciteti i mbushur i stadiumit. Për propos pjesën mbrapa portave që cila nuk është pak larg dhe nuk të jep mundësi. Dgjoj. Kam pasur luri në Vlorë për kategorinë superiore. Po kështu mirë? Shumë mirë ambientin. Koha ju mbajti, don? Jo, na zuri pak shiu nëse drejtën, po gjithsesi ai stadium ka prapë për të përmirësuar. Thjesht ishte bërë një investim serioz deri diku. Ndoshta një tribunë medias mund të s'ka tribunë media? Jo, mund të Sinan instalohet aty. President. Mund të instalohet një tribunë mediash aty. Po. Edhe këto vendet e tjera që janë për gazetarë, për transmetuesit, për të gjitha, duhet të sistemohen pak. Dhe më bëri përshtypje pjesa mbas portës ku është një stadium me pistë olimpike. Po. Unë pistën nuk e parë sepse te pjesa këtu ballori kur instali, nuk vazhdonte pista, ishte vetëm mbrapa portës. Është bërë më shumë për çështje estetike sesa për funksionalitet. Po ndoshta, sepse aty s'ka pistë olimpike, këto është bërë. Ndoshta ato tribunat mund të afroheshin dhe jepte dhe shikuesve. Dhe mund të kishte edhe mbrapa portës. Po, mund të kishte mbrapa portës. Në momentin që ti je afër, tani stadiumet do vinin këto me pistë olimpike, kanë dalë nga moda. Të gjithë po i bëjnë sa më afër fushës, sa më afër portës që të shohësh të kesh mundësi. Emocionet. Po, emocionet. Kështu që edhe Flamurtari më bëri përshtypje pak ai agresiviteti i tifozëve ndaj ekipit kundërshtar, e kapën me këtë kasallën, me këtë mesfushorjen e Vorës. Fati ti që mbasi po e ofendonin në korë, shënoi dhe golin. Duke u përgjigj pak me gol. Po ndeshja, domethënë, në barazim, deri diku ishte rezultati i drejtë, i pritshëm, të dyja luajtën mirë. Nuk e di kemi gjë tjetër apo jo? Jo. Presim ndeshjet e nesërme. Një panoramë të përgjithshme, kështu që edhe diçka për përmendur, Tirana Dinamo mbas rikthimit të Dinamos në superiore, klas 2021-shin. Janë 7 fitore për Tiranën, 5 për Dinamo dhe 3 barazime. 7 për Tiranën, 5 për Dinamo dhe 3 barazime. Flas nga 2021 që është rikthyer Dinamo superiore. Dakor. Kështu që ndeshja për të ndjekur është Dinamo Tirana nesër ora 19:30. Ne do shihemi të martën tjetër. Era Albania shihemi të martën tjetër për të komentuar post derbin, domethënë Tirana Partizani, por gjithashtu edhe ndeshjet e tjera ose ngjarje që do kemi një të ftuar surprizë. Okej. Hajde, Kalofshi mirë.